Elhamdulillah, vazhdojmë me serialin e ligjëratave mëkatet e mëdha, ku në 2 derset e kaluara kemi marrë 2 mëkate, e cila njëra prej tyre ishte shirku, rivali në Allahun Azza wa Jall, dhe e dyta, tema e dytë ishte bidatja, porisia, posajesa në fenë e Allahut Azza wa Jall. Kurse sot do të marrim për një mëkat, me të vërtetë është një mëkat i cili ka shkatruar shtëpitë të tëra, ka përçar familjar mes tyre, ka ndarë bashkëshort mes gruas dhe burrit, mëkat i cili është përhapur në kohët e fundit me një përhapje shumë të madhe, ku është bërë një dëm i madh në mesin e njerëzve. Ky mëkat i cili ai vepruesi i saj del nga feja e Allahut dhe nuk është musliman, por ai edhe i cili bashkëpunon me të është në rrezik që të kanosë dhe të del nga feja e Allahut Azza wa Jall. Ky mëkat i madh quhet apo titullohet apo emri i saj është sihr apo është magjia, që shumë prej njerëzve përdoren dhe mirën me magji dhe kanë shkatruar familje të tëra, kanë ndarë njerëz të ndryshëm familjar, probleme shpirtërore, psiqike, shëndetësore, shkaku i kësaj përhapjes këtij mëkati të madh i cili është sihri. E sihri, magjia përhapet vëllezër të nderuar kur shtohet ignoranca, kur shtohen gjunahët, shtohen mëkatet, dobësohet feja, dobësohet imani, dobësohet devotshmëria, përhapen mëkatet, shtohet ky fenomen i cili është shumë i dëmshëm në shoqërinë tonë. Çka do të thotë vëllezër të nderuar sihr? Sihr do të thotë mbulimi i të vërtetës me të pavërtetë. Mbulimi i të vërtetës me të pavërtetë. Për ata është sihr e ngjashme me fjalën suhur, që zgjohemi ne në sifir, e cila është teri e ka kaplu agimin, e ka mbulu dritën. Për ata kur mbulohet drita, quhet suhur, pa lind, do më thonë agimi, dhe pa dal, do më thonë dielli. Kurse në terminologjinë fetare, çka do të thotë sihr? Do të thotë hipnotizimi i njeriut me ndihmën e djajve, shejtanëve, pastaj arri deri tek njeriu i cili hipnotizohet dhe nuk e din njeriu dhe nuk mund ta kontrollon veten e tij. Ashtu siç Allahu Azza wa Jall e përshkruan këtë, sepse sihri dahet në disa lloje, mirë po surën Taha në kohën e Musaut alayhis salam, Allahu na tregoi për llojin e sihrit, i cili është at-takhayyul, i cili është sihr hipnotizimi, ku Allahu Azza wa Jall thotë fe idha ulqiya sahara, kur ata sihirbazat i gjujtën ata shkopit, ata litarët, Allahu Azza wa Jall po thot fa ulqiya fatakhayalu ilayhi annaha tas'a, atyre ju parafitironin sikurse ata litarët dhe ata shkopit të cilët i gjujtën, ju khayalu ilayhim min sihrihim annaha tas'a, ju parafitironin atyre, i hipnotizonin atyre, sikurse ata shkopit e tyre dhe ata litarë të cilët i kishin sjell magjistarët, ju khayalu ilayhim, ju parafitironin sikurse ata me qenë 2 gjarprit gjigant dhe ata doin që të gëlltitin. Dhe kjo ishte, do të thotë, sihri i cili ishte i përhapur në kohën e Musaut alayhis salam. Dhe ishte normal që sihri ka vazhdu pastaj etapa pas etapa, duke u forcuar më tepër dhe duke u përhapur më tepër e më tepër. Mirë po Zoti e përshkruan këta se si Firauni ka dashur me magjistarët e tij që ta mposht Musaun alayhis salam dhe të triumfon Firauni, mirë po në këtë rast triumfon Musa alayhis salam sepse kjo është pejgamber. Edhe është interesant që është me dallu ne çka është një sen sihr, e çka është një sen mrekulli, e çka është një sen kiramet, i cila ju përgjigjet evliave. Për me dallu sihrin, se sihrin në pikpamjen e parë është njësoj sikurse edhe mrekullia e pejgamberëve. Çka është dallimi mes mrekullisë dhe sihrit dhe kirametet që ju ndodhin evliave? Se mrekullit nuk ju ndodhin vetëm se pejgamberëve. Nëse dikush pretendon se ka mrekulli, i themi se ti je gënjeshtar, se kushti i parë për me ndodh një mrekulli është e para gjë çka? Të jetë pejgamber, të jetë i dërguar i Allahut. E dyta, çka është? E dyta është ta thënë natyrshmërinë e botës. Çish është mu thënë natyrshmëria? Kur Musa alayhis salam
e gjunte shkopin e tij, shkopi u tij u transformonte në gjarpën dhe i gëlltit të gjithë tjerat. Është do të thotë do të më qenë sfiduese. Me thy natyrën, sikurse Isa alayhis salam i cili prej lloçit, prej baltës i ndërtonte disa shpes, pastaj i frynte ata shpes dhe ata u krijonin në të vërtetë shpes dhe fluturonin. Edhe i ringjallte njerëzit të vdekur me lejen e Allahut. Wa uhyi al-mauta bi idhnillah. Dhe thonte unë i ringjalli njerëzit me lejen e Allahut. Dhe të verburit të cilët ishin ja u kthente shikimin vetëm me fërkimin dhe me lutjen të cilët e bënte Isa alayhis salam. Domethënë e para me qenë pejgamber, e dyta me e thinë natyrshmërinë dhe e treta me qenë sfidues. Çfarë sfiduesi? Se ku me di çfarë sehri me pas, ku me di çka me ndal në një njeri, nëse është pejgamberi i Allahut, do të thotë mrekullia është sfiduese mbi të gjithë të tjerët. Sikur ne sot që e kemi Kur'anin, të cilët e kemi mrekulli, e cila mundohen me mishe me shpirt, me devijue, me shkujt librat ndryshme, me mediat ndryshme, për me deviju Kur'anin, ose me deformu Kur'anin, mirë po Kur'anin mbetet që 1400 e tepër vjet, edhe ashtu do të vazhdon deri në ditën e Kiametit, sepse vetë Kur'ani është mrekulli. Edhe vetë mja gjoha dhe vetë të mrekulli, që ka mbetën prej kohës Ademit a.s. deri tash, edhe që do të vazhdon deri në ditën e gjykimit, cila është Kur'ani. Pse? Sepse Musa a.s. në kohën e tij kishte mrekullin shkopin, me vdekjen e Musaut a.s. nuk funksionon më mrekulli. Sa ishte apostafat Musaun a.s. Dhe transmetohet një transmetim ku Firauni kur dashti ta kalon detin për me dal në anën tjetër, kur erdhi ushtria, i tha Musa a.s. dilti Harun dhe mshoj detit me shkopin e qa detit, dilni, unë t'jemi fundi që do t'ja mbroj shpinën benu Israelve. Mirë po, kur doli Haruni, e goditi me shkop detin nuk u hap. Për shkak se mrekullia ishte për Musaun a.s. Në moment që e vendoi shkopin e tij dhe i mshoi detit, u nda deti për shkak se funksiononte me Musaun a.s. Me vdekjen e Musaut a.s. nuk funksionon. Mirë po, Kur'ani ka funksionuar në kohën e pejgamberit a.s. edhe ende sot funksionon dhe shohim që njerëzit shërohen me Kur'an, që njerëzit udhëzohen me Kur'an dhe nuk kanë mundësi askush të barazohet me Kur'anin, me librin e Allah, sepse çka është mrekulli. Tjetra vëllezër të nderuar, Allahu Azza wa Jall në surën Bekare na e përshkruan sihrin se çfarë domet mëdhoja ka ky mëkat i madh. Allahu Azza wa Jall thot: "Wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulejman." Shejtanët e pasuan mbretërinë e Sulejmanit alayhis salam. Allahu Azza wa Jall në këto ajete thot: "Wa ma kafara Sulejmanu walakinna ash-shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Në këto ajete Zoti po don me na tregu zanafilla e sihrit, po na tregon domin e sihrit, se thot Allahu Azza wa Jall se ai i cili e mëson sihrin, çka del nga feja e Allahut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitnatun fala takfur. Nuk ja u mësosin xhinët dhe shejtanët njerëzive sihrin para se t'ju tregojnë çka, se ne jemi sprov, fala takfur, mos ban mos besim. Në momentin që e mëson sihrin, del prej fejes. Ky mëkat i madh e tregon Allahu Azza wa Jall se pse përmendet këtu Sulejmani alayhis salam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam me ardhën e tij prej Mekën në Medinë, ju shpallte Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe një ditë prej ditëve përmendi tha Sulejmani i biri Daudit, pejgamberi i Allahut. E ndëgjuan jehudët, të cilët kishin në Medinë, Benu Kainuka, Benu Nadhir, Benu Qurayza, tre fisat mëdha të jehudëve, tha hal sami'tum madha yaqulu Muhammad. Apo e keni ndëgjuar se çka ka fol Muhamedi? Po thot se Sulejmani ishte pejgamber, la wallahi innahu kana sahiran, jo pasha Zotin, ai ishte vetëm një magjistar. Pse magjistar? Sepse Sulejmani alayhis salam i kishte në pronën e tij, i kishte në kompetencat e tij xhinët. Allahu Azza wa Jalla përshkruan çka thot: "Wa hushira li Sulejman junuduhu min al-jinni wal-insi wa hum yuzaun." Allahu ja nënshtroi Sulejmanit alayhis salam grupe nga xhinët, grupe nga njerëzit dhe grupe nga shpezit, fahum yuzaun, ata ishin të rështitur, të rënditur në ushtrinë e Sulejmanit alayhis salam. E kur ja dha këtë mbretëri të madhe, kur ja dha këtë mirësi të madhe, dhe ja u mundsoi që ti kupton gjuhën e shpezve dhe shtazve,
tha qale rabbi habli mulken la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, tha o Zot, më dhuro mu, më dhuro një pushtet, një mbretëri që nuk do të ketë as kush kësej pushteti pas meje. Dhe këto mirësit mëdhoja që ka dhënë Sulejmani a.s., i cili ka qenë mbreti i këtë botës, i cili ka pas në kompetencat e tij njerëzit, dhe xhinët dhe shpez dhe shtaz, dhe këtë botën e ka sundu derisa dhe milingonat e tokës e kanë kuptuar mbretërinë e Sulejmanit a.s., derisa ka thonë miza, qalet namlatun ya ayuha an-naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulejman wa junudu wa hum la yash'urun. Ju ka thonë ajo mbretëresha e milingonave, ju ka thonë hini në vrimën e juaj, se tash po kalojnë Sulejmani a.s. me ushtrinë e madhe, do t'ju shtip juve, wa hum la yash'urun, ata nuk e kuptojnë për shkak se ato janë një ushtri shumë e madhe, gjigante dhe jeni shumë të vogla dhe nuk ju shohin juve. Do të thonë mbretëri të madhe. E këtë tregon se Sulejmani a.s. nuk i ka posedu xhint me sihr, por ka qenë pejgamber dhe pejgamberlloku i këtina dhe mrekullia e këtina ka qenë që çka ti ketë në kompetencën e tij edhe xhinët. E Allahu azza wa jall këtu në këto ajete e pastron Sulejmanin a.s. me tregu se Sulejmani sa ishte pejgamber dhe nuk ishte magjistar, pastaj tha walakin ash-shayatin kafaru, por ato të cilët kishin mohu Allahun ishin shejtanët, yuallimuna an-nas as-sihr, jo mësojshin njerëzive sihrin. Wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitna. Nuk ja mësonin as kujt për njerëzve sihrin, magjin, derisa ju tregonin se nejna fitne, nejna një sprov e madhe. Dhe ka sprova të shumta që njerëzit bine për sprova të ndryshme. Por sprova ndër sprovat më të mëdhoja që është në këtë mëkat, është njerëzit kur lakmojnë nga interesat e kësaj bote, lakmojnë për të arrit një post, lakmojnë për gjërat të kësaj botës, arrin që ta shesin edhe dinin edhe imanin. Arritin që ta humbin edhe fejnë edhe imanin, nuk ka problem vetëm për t'i arrit interesat e kësaj bote. Për ata shka thot Allah, thot kur ja kanë mësua atyre dhe ju kanë thonë kjo është fitne, i kanë thonë fala takfur fata'allamun. Pastaj ata ja u mësojshin njerëzve sihrin derisa ju tregojshin nëse ti e merr sihrin, ti ke mu bë kafir, a e pranoj këtë që mu konë një musliman, i dilke imani, hinke në zemrën e ti kufri, hinke në zemrën e ti shpirt liksia, dhe pastaj aje mirke dhe u bonte, në më thonë qka u bonte magjistar. E që këtë tregon ju allimun, qka e ku nën kuptina me këtë fjallë, të këti ajetit, dhe të thotë se sihri u mësojka. Sihri u mësojka. Sot ka shkolla në për Evropë, në për botë, ka librat ndryshme që shkruhet në gjuha të ndryshme për ta mësu sihrin. Shkolla apostafat për ta mësu sihrin, edhe pse është çrregullin e madhe, edhe pse është dëmi shumë i madh, edhe pse është mëkat i madh se nuk ka kun një çfarë do bie vetëm se ka dëm, sikur që do ta përshkruan Allahu azza wa jall në Kur'an, mirë po e mësojnë njerëzit e para metodë për me qenë magjistar, çka bëjnë njerëzit, shkojnë për shkolla apostafate, libra apostafat për ta mësuar sihrin. Kjo është një. E dyta, çish bëhen serbas njerëzit, çish bëhen magjistar, çish po shtohen magjistar, nëse ka qenë i magjistar në familje, e zgjedh atë i cili është më i ndyt, më shpirtlik, më shpirt keq, më talent, shejtan talent, që shejtani e pëlqen ata, e zgjedh ata që t'ja lone pastaj ati emanet që ajt pastaj të boje sihr me ta. Kjo është e dyta. E treta është kur sulmohet njeriu prej xhinëve dhe xhinët e shtrëngojnë dhe pas e torturojnë derisa ajt pranojet bashkëpunimin me ta. Në momentin që bashkëpunon me ta i shnosht, e keni pa njerëz thënë shumë i smut, o kanë në shtrat, o kanë koma, o kanë s'ka lëvizën hiç, në moment e kena çun spitali, i kena dhon infuzione, s'ka lëvizën, për një herë u ka çu, u ka ndreq, u ka kthjell, është mirë dhe më një herë anisun jam bioenergi thot. Unë kam fuqi, unë shëroj, unë kështu çka kanë nevojë njerëzit smut, tash në të vinë, ki deri gje ke i smut, tash ki po i shnosh njerëzit, ki jashtë bë doktori. Kur ke i smut, kur u bo ki doktor. Do më thonë, doktori tash i kanë hitë gjint edhe shtash doktori bo doktor me gjint, me bioenergi. Ai që thot kam bioenergi, ai që thot unë i thej ligjet e natyrës, kujt diçka, dije se kjo është magjistar, se s'ka shanse se nuk është pejgamber. Atëherë është magjistar. Prej gjonave që shme marrë veç që është magjistar, sepse magjistarët kanë shumë cilësit ulta. Magjistarët për me arritën këto grada, njëra prej tyre çka bëjnë magjistarët? Për më bu magjistar,
edhe këto i kanë do kushte. Rrinë në dhomë term, vetëmi, nuk i kallin dritët. Rrinë gjunup me java, me dit, 40 dit, e tepër. I bëjnë ibadet shejtanit gjithë natën në term. Deri sa vjen një shejtan edhe i knon të vesh i thot, tash ti e ki arrit një grad, kena me ta quë e ti një shejtan, që ai shejtani ka me t'i sos ti do punë që ka duhet t'ja të punë. Apo tjetëri që ka ban, për ma arrit një grad, alo ma të fliqt, se kjo, i thonë si dush ti me t'i quë do shejtana pak ma të fort, që ti do i frida, që ti me punu ma shumë edhe me pas njerëzit ma shumë dikim të ti, me thonë ti shumë sejt bazi fort, shumë magjistari fort, do të me marë Kur'anin me gris në 2 pjesë, edhe me shkel, me të dikont, ata edhe mi thonë lutet e shejtanit. Më thonë, para mendoj ti, më thonë, shikoj, nuk është letë vish mu bo magjistar. Më thonë, ti farë kufri është, ta shkoqës Kur'anin, ti vëndojsh të dikont bita dhe të lexojsh lutjet e tyre për të bo magjistar, për të ta dërgu ato një shejtan. Apo na udhu billah, e marin dhe musafin apo Kur'anin e shtin në banjo. Më thonë, kufrin sa më të madh që e ka, ja çon një shejtan si pasative më të fuqishëm edhe që ka ingerenca më shumë për t'ia kryer ati disa punë. Apo çka bëjnë? Marrin ajetet Kur'anit, i shkruajnë me gjakun e mistracioneve. Ajetet Kur'anit. Apo prej tyre të cilët shkruajnë Himalia. Dhe Himalia ndonë 2 pjesë. Ka Himalia të cilët shkruajnë me Kur'an, mirë po manipulohet në ta. Pse? Sa i shkruan Bismillahirrahmanirrahim, ose i shkruan një ajet Kur'anit edhe i shkruan disa numra, apo i shkruan disa yje, apo i shkruan disa forma që ti nuk e di, ato janë sihër që e mbajnë njërin sihër. Apjative të cilët janë emalia kur ta çelish, nuk ka kur një çfarë gjone, s'mundesh me lexu kur gjë. Është e mshtjellët krejt, nuk e di, është gjuhë e xhinve, të cilët fëmijët për fat keq, fëmia smuhet apo ka mësysh apo ka e çojnë te serbazi, a jep në hemali, edhe çka i ndodh atina, i thot kjo ka me trujt. Kur ta shohsh ai më i smut e i smut. Mirë po, psiqika i menon se është mirë. Tregoj keni person, tha, isha i smut edhe shkova te një xhinxhi, tha dhe mi shkujti dje Malia, tha njën mbaj ndër jastik, e tha njën mbaj me vetin ndër krah. Tha gjithë ditën tha kishta siklet. Kur bisha me flet tan natën tha isha qytet. Tha ato gjint që i ka shua e ka ndrejt gjithë natën. Momentin që i ka kall ata i Maliat, tha u rahatova ku flet. Pse sa i punon me xhin? Shembull shumë problem të njerëz kur ti thosh ej mëse çote xhinxhia, po thot për zorve zorit çon edhe në kish edhe kas çon në zori. Zori do të thonë po çeka me bë kufër. A? Inne me nahnu fitne, kjo është sprov, felet tek fur, mos ban kufër. Shumë qartë e ka tregu Allahu azza xal. Do të thonë shkurja ati në ato vene është të me boti kufër. A pranohet edhe a është logjike që të bëjsh kufër vetëm pse për mu shnosh një, kjo sprov. Pastaj xhinxhia nuk shnosh. Magjistari nuk shnosh, smun sa i vetë është i smun. Me u kon ai ti ishte shnosh tjetër, e kishte shnosh veten e vet. Me shtia atë magjistarin atë serbazin. Me anis me i lexu Kur'an atina. Se dridhet ai 320 zasin habit të shket, si i sallakon atina pa ndërprej. Ai vetë i smut, ai disa i smut është ai. Sa i gjinti ka me veti. Edhe ai kufrin çka e ka ai trishton krejt. E njerëzit shkojnë te xhinxhia. E ai që shkon te xhinxhia e ka rrezikin e madh, në gradën mëkatit të madh, që nëse i beson shpesh herë ndodh që ai ka bë kufër, po shejtani që tregova dersën e parë intrigat, mi përdor mëkatet e mëdha, qëllimin kryesor diku e ka, me çik njërin pi feje. E pastaj nëse smunët pi feje çik gjinohet të mëdha. E shkon te xhinxhia, çka i thot xhinxhia? Si dush me të ushnosh gjali, ki me marr çketesh, ki me gjujt në filan vendi, ki me kall një qirë, ki me bo qëtë shtu. Do më thonë mi bo do gjona çka i bëjnë ato. Ose, thot mere një djelë, dzi, there në filan vori, në filan vendi. Edhe çka do me thonë me këtë kurgjo? Jo, çtu ka bu shirk, pse? Nuk lejohet therët kurban vetëm se për Allahun. E dhebhu li gajri la shirk, ka thonë me preje kurban për pos Allahut, o shirk. Dali pi feje. Që ti përgjigjen ati gjint. Do më thonë, kështu bëjnë sejrë bazët. Pastaj tjerë çka shkojnë? Tjerë të ngrati, tu ka vanu pak martesa, ndoshta sebebët janë ndryshme, mirë pa i menon që i kanë bona i sihr, ose i kanë bona sen, ose do me dit në fakën. Edhe shkon te fallxhort, të cilët fallxhort njëjt janë edhe ata që punojnë me xhin.
Ai që shkon me këshir kafën, vijet e kafës, apo vijet e dorës, apo shkon të ai me ditën horoskopin, se leximi i horoskopit e ka shkruajt një magjistar. Horoskopin e shkruajn magjistarët, horoskopin e shkruajn fallxhorët që punojnë me xhin, me sihr, dhe nëpërmes këtyre e arrit njeri ta shohë çka e ka fatin e tij. Çfarë fati ka? A ka me pas fat mirë, a fat të keq? A ka mu martu, a s'ka mu martu? A ka me pas punë, a s'ka me pas punë? Ju ka lidh punë. Puna, jeta, vdekja, rrezku, martesa, kreti në dorën e Allahut. Kto shkruan barkun e nanës. Kur njerit i vjen shpirti, ja shumë thot 4 gjona. Jetën, vdekjen, rrezikun e tij edhe me kanë do të martohet, kanë e ka kismet. Prim barkun e nanës, nuk do të më shkute xhinxhia. E thot xhinxhi çish thot dënisen e godit. Pse e godit ai xhinxhia kur shkojsh atje? Se ai çdo njeri thot pejgamberi kullu bani adem lahu qarin. Çdo biri i Ademit e ka një karin, ka një shejtan i cili quhet karin, so shumë i afër dhe afrohet për detaj merr informata. Ai nuk i ndahet prej fëmijëri, i din edhe disa detaje që nuk i din tjerë. E kur shkonte ai në fallxhori, duke bisedu me ata, gjente tina marrin informata nga i karini dhe i tregojnë thot një të vërtet 100 trena, edhe me këtë i beson thot çto e goditi, tim falan ku e pa të bëni ndeshje, tim filan dhe e pa të thik krajin, atër tu pat bo kjo tu ka bo, thot për vërtet ki i di ka çto. Plus asajna, çka ndodh? Po që këto sejrbazat bashkëpunojnë me xhint. Çka bëjnë këta xhint? Këta xhint hipin deri në qiellin e parë nalt. Hipin një për një. Wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba. Kur kanë hip atash, jo prej para kohës Musa alayhis salam. Kanë punu magjistar dhe sejrbazat. Hipin thot Allahu në surën Xhin e keni, në surën Ahqaf e keni, që hipin një për një mbrin qiellin nalt, kur Allahu azza xal ju jep disa urdhër melekëve, dhe kur Xhibril alayhis salam ju drejtohet disa prej melekëve, që Zoti do t'i zbret disa furnizime, do t'i zbret disa belaja, disa telashe, disa gjona, që e u shkruan, ato i tregojnë domethënë njëri tjetrit dhe këta ndëgjojnë. Edhe e marrin thot një fjalë, edhe 100 rejna e shtojnë asaj fjalës. E Allahu azza wa jall pse thot, ku e shpjegon këta në surën Mulk, çka thot? Wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya. E kemi zbukuru qiellin e kësaj botës. Me çka? Bi masabiha. E kemi zbukuru me yje. Wa ja'alnaha rujuma lishayatin. Dhe kemi bë këto yjet të bëhen armë për t'i djeg shejtant. Ne shpesh çka na ndodh neve kur dikush shembull e shef se apo duke hecë e shef se një yll atë ra. Edhe thot më një herë çka të bëjni? Thot mendoni në dëshirë se kam të plotësua. Kjo muhabet është se irbazave, kjo muhabet është i magjistarve. Sa Allah azza wa jall thot e kena zbukuru qiellin e parë me yje, një zbukurim i qiellit, e dyta rujuma li shayatin, mi i gjujt shejtanët kur hipin një për një me vjedh lajme, melekt i gjujnë me yje prej nalt, i djegin shumë prej tyre, mbet njëri prej tyre që ja çon një lajm të vërtetë dhe 100 tjerë ja çon thot rejna. E thot pejgamberi alayhis salam, ai që shkon tek ki fallxhori, thot vetëm të shkoj ta shoh çfarë pallavra tu fol, çka do kallzoje ki, çka do thotë ki, thot lem tukbel lahu salatun 40 lejla. Nuk i pranohet namazi 40 ditë të njerit. Vetëm me shku te xhinxhia, me shku te magjistari, me thon veç tangoj çka po thot. Veç me shkuë. Wa in sattaqa ma yaqul, nëse e ka thot ç'ktu më duket e goditi. I beson, ç'ktu po. Atër kefera bima unzile Muhammed, ka bo kufër në Kur'anin që është shpall pejgamberit alayhis salam, sepse Allahu po thot në Kur'an nuk e din gajbin, fshehsin vetëm Allahu azza wa jall. A mundet me dit një njeri, sikur e kishte provu njëri, kishte dalën me tregu vetin se unë jam njeri i cili e di të ardhmen, e i di do të gjona, e di gajbin fshehsinën, e kishte lip një gazetar edhe pse ishte kon jo musliman, mirë po i mençëm. Njeri kur është i mençëm, shumë lehtë është mundesh më marr vesh. Ka thonë duni debat me tije. Sa ka him rejna, pa janë nis debatit drejt në shpullja jam shoh. Edhe ai çka u bë thotë pse ma mshove në shpull, thotë ti gajbin e di nuk e di se ç'i shpull ka me ta mshu. Ti po kallzon për 20 vjet, 30 vjet çka ka mendon, as e di se ç'i sa të vish kima hungur qytet. Domethënë ti më kon që e ka ditës kisha ardhi që ai mos ma msho, se unë e di se tash kemë ma mshue. Ose si tregon njëri, tha ishte goni magjistar se e kishte çel tezgën e rifit, tezg. Edhe unoza. Ai tu menu që shet unoza. Po çka janë këto unozat? Tha këto unozat nuk janë veç unoza thjeshta. Këto unozat janë shumë me peshë të madhe, me vlerë të madhe. Çka? Thot çka unoza
është njona për rrezik. Ai që s'ka rrezik e blen këtë vnon I vjen rrezik. Çka unoza tjetër është për të martuar, ai që s'o martu, si ta vnoj këtë unozën, martohet. Kjo unoza tjetër në punë, kush s'o në punë ta ke vnon, më një herë hin në punë. E kështu me radhë thot, interesant. E ki meçëm. Ka thonë, maj si kanë, unë jam të të pasët, I kanë I varfër, ti ishe kanë ashtu, ti kishe vnu këto unozët, ishe bo I pasër, ishe bo, dhe thot, me punë, me martit, kishe dalë në tesë me punu këtu. Manipulim, ama njerëzit shkojnë me marrin, e blenë këtë. A kupton, duke menu edhe çka e bën me këtë, e hupën besimin, e hup bindjen ndaj Allahut azza wa xal. Kur ndodhin këto punë, kur njeriu është I dopt me besim dhe I dopt me iman. E çka e përmend Allahu azza wa xal? Fa yata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji. Ajo çka e mësojnë mas shumti është me I nda burrin edhe gruan. Pse? Se është një hadith tjetër, thot pejgamberi sa thot shejtani e ka fronin e tij, arshin e tij mbi ujë. Dhe I shlon krejt ushtarët e vet me bo zullum në për tokë. Edhe pasi që të ktheheni merr në raport krejt ata. Edhe I vet, çka ke bo ti? Thot njëri ti bona unë fitne derisa e shtina mu nervozu mu usha. Thot ki bo në I punë, mos ki bo dhe një punë të madhe. Tjetrit, thot ti çka ke bo? Thot unë I bona fitne njëri derisa e shtina me pi alkohol. Thot e në ti, po s'ki bo dhe një punë shumë të madhe. Tjetri, thot unë e shtina njënin, thot me bo zina. Edhe ti ki bo, thot një punë, më s'ki bo qa shumë punë të madhe. Njëri, thot ti çka ki bo? Thot unë e hina mes një burit edhe një gruas I ndajta I përçajta. Thot ti hesmere kurorën se ti e më I sukseshmi për këtë këtive. Pse? Se kur ta do një burë edhe një grua, I ka ndo di familje të mëdhoja, kalon jetima fëmijë duke qenë gjallë baba dhe nona I kalon fëmijët as në aton as në keton, e prish një familje, një fesad I madh me I do burin e gruas. Se kanë ere sihri nuk është mi do burin e gruas. E don një ortak, e don një shok, e don djalin pi babës, e don pi nonës, e don pi motrës. Sihri thot nuk e di, ama si t'hit e shpia se një shok. Se një shoftirën me thot, kur gjosëm ka bo. Nuk muj me hin shpi, se ne duroj babën tem, edhe nënën teme, edhe motrën teme, edhe vlajnë tem, çdo se me më kallzu drejt, më duket këtë ka prapë. Edhe mirë me më thonë, më duket keq. Shejtonët mendojnë, domethënë çka, vetëm I përçon me I ndo. E sehri më I madh që ndodh sot na për darsma. Pse na për darsma? Se na për darsma harrojnë muslimanët me përmend Allahun, na për darsma me muzikë, na për darsma burrë e gra bashk, na për darsma me alkool, na për darsma culla kafta, asnjëri s'ka abdes, asnjëri si shkon ndërmen a ka namaz as ka namaz, pa vaj që I falet atë se ka za I falit te shtëpia. E se irbazët që atëherë mas shumë ti mujnë me bo sihr me ndikue që me I bo dhe më thonën sihr, edhe pas ta ishe se djepën e parë është mirë, mas një jave thot abe diçka nuse mu ka shtri, sa shtu mujtë mu qunë kom. Abe se në shok gruën teme, për cilësive që është njeri smont, e ndin ngushtim në shpirtin e vetë. Ndin problemin lukthi dhe. Grua se në shek burin, buri se në shek gruan, thot më duket me një ftyrë shumë të keqe, se në si dale pi shtëpia rahatona, në momentin që I në shtëpi unë s'jam mirë, në momentin që shkoj te nona bona mirë, në momentin që vite buri bona keq. Këtë janë simptomet që personi ka sihr. Edhe ai nuk hetohet çati por çati, me ko nis me ndi vetin më të lot, më të kput, namaz nuk mund me fol, Kur'an s'an lexon Kur'an djersitet, I lodhet I kputet trupi sikurse me pas punu 20 orë, I le, këto janë cilësi dhe simptome që është kap domethënë nga magjia, e cila është ndarje burri prej gruas. Dhe magjia, vëllezër të nderuar, është që vetëm se ka dëm. E ki po të nështash për të manipulu shejtoni që shimson, thot ka magji të bardh edhe magji të zezë. Magjia e zezë është e keqe, ama magjia e bardh është e mirë. E mirë, çka bëjë kjo magjia e bardh? Magjia e bardh thot I bashkon ditëri, I dashuron ditëri, edhe ki hin sevap. Tamam, me logjik kështu është. Mirë po, ajo e reja, edhe ai rivi që duhen, pse ka nevojë me u bë ative magji, me u bë sihr ato për mu dashur mes veti? Pse? Se para prakisht ato nuk duhen. Do më thonë, don filoni, ta marrë filan qikën, ajo nuk e don. Ose filan qika do të martot me filan gjari, nuk don. Çka ban? Shkon I ban sihr, edhe ai hipnotizot edhe shkon e don edhe e marton. Aso zullum kjo? Aso zullum me të martu me një njeri që se do qoftë mashkull apo qoftë femër në anën tjetër. E me sihr I bashkojnë. E kjo aso zullum, aso e damshme. E damshme është. Pse? Se edhe me sheriat e kina me u leju pejgamberi sa më ka thonë kur shkojni mu martu, shkojni këshirën nëse të begeniset merë, nëse të begeniset mos u marto.
Prej kushteve të niqajt është me shku mu kon dakord djali dhe vajza. Pastaj familja me vendosën që me i martu, mirë po, para prakisht është djali dhe vajza mu begenis. E sihri i ban me zërë, e keni po, thot, se ka dashtën, sidomos për para në përkatun e ka ndodhë ma shumë, tash nuk e ndimi këtë se është bota shumë e gjonë, pe shpije hik, a kupton, në pijama, na përmal, në katunin tjetër të shpija i ka shkue. Që shërë të shpija? Me sirë ka shkue, ka bo. Ama kur ndodhin këta? Ndodhin të atë të cilët dhe më thonë janë dop me fej, janë dop me iman. Thot pejgamberi sallam se irbazi është qafir, edhe në sheriat muzon se irbazi të bosir i këputët krija. Pse se dami i ti është shumë i madhë. Edhe për mësëm ka thonë, ekberul keber, ele unë e bjo kumere ekberil keberi. Atë ju të kalëzoj për gjunat më të mdoja që kanë, ose ka ardhë muhliket shkatruse, e ka përdër el shirku billah, e ka përdorën me i bo shirkë Allahut rival, edhe dyta ka thonë e sihr, me i u bo njerëzive sihr. Për ata të regon, që më stazjatna edhe shumë, të regon një hoq për një rast që i ka fri në botën arabe, thot erdh një grua e cila kishte probleme dhe kishte sëmundje shëndetësore të mëdhoja. Dhe kishte ardhur puna derisa më ja kput këmbën. Do të thonë dhimbta të mëdhoja. E çka ka ndodhur, thot kem deti me burrin tem, e thot duke u argëtuar deti, në moment thot duke u teru, pse duke u teru, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur të thirrë namazi i akşamit, shtini fëmijët mbrenda. Mbyllni dritarët edhe enët që ka i kini të hapura, mbyllni, se në kohën e akşamit zbresin shejtanët. Kohën e akşamit zbresin shejtanët. E thot në kohën e akşamit, duke ne thot më hupi njëna prej papuçeve, asoj gruas. Lipën me burrin, kret nuk ka. S'ka, hipëm kërë me shku ka shpia. Mirë po në momentin që hipën kërë, filloj të ndi, se ajo kom filloj të jetë ma e randë. Filloj të jetë me dhimta. Me rëndësia e koma. Kur shkoj të shpia ka fillu dhimbta më e madhe. Burit veti thot ashtu më dhimbë koma shumë me shku në spital. Ka shku në spital, kontrollat kretë, thot ketë në rregull, koma s'ka kur gjo mirë, po dhimbta të mëdhoja vetëm se po i shtohen ma tepër. Derisa ka shku tek një hoqë e ka frin tek qeti, ka thonë s'ki kur gjo, te qeti s'ki kur gjo, derisa ka shku te një hoqë që është me provoj pak më të madhe. Thot fillova të lexoj ajetet e ndryshme, thot nuk kishte reagime. Në momentin thot fillova të lexoj ajetet o idhal biharu fujirat, kur detrat do të bëhen zjarr, do të plasin. El anhar, tu cek ajetet të cilët janë të ujit e detit. Thot filloi të paraqitet thot gjini pra e saj. Tha boll, ndalu. Tha çka bën ti këtu? Tha unë kum hi këtu. Në deti e kum pa, më ka pëlqi, e kum marr papuçën e saj. Dhe i kum bo e sirë dhe kum fut në thellësi detit. Qëllimi i çka është? Qëllimi thot është që une mu ka pëlqi shumë gjinul ashik, gjini dashirum, që du me bo marrëdhënie intime me këtë gruan. Du me bo zina. Mirë po, thot e pse deri tash jo, thot se kjo është thot një grua e devotshme që i fal 5 kohët e namazit, që për çdo ditë lexon Kur'an dhe lexon për çdo ditë surën Bekare, nuk ka mundësi kur gjo me bo. E thot me kohë duke i lexu, derisa u pastrue, do thot prej kësaj smundjes. Rast tjetër tregon se tregova më herët se bëjnë shumë sihr për me marr filoni ose fisteki, ka ndodhur kjo në botën arabe, mirë po ka ndodhur një familje, e cila familje ka qenë shumë fetar. E ai rive ka pa çikën, ju ka begenis, çike mirë, familje e mirë, me pasuni, ka thonë vetë se ka me marr këtë çikën. Ka shku në xhami, imamit me i thonën, që me bindat familjen, me e marrën, mirë po, familja s'ka më pranu, se ki djali nuk o koni asaj familjes i udhëzum, qish ato e kanë parafërsisht kanë ndash me konën, do më thonë dhëndri ative. Jo, thot vallaj, unë vetëm se ka me marrë ata. Ka shku të një magjistar. I ka thonë magjistarit filan qike, du të ma bish natën të shpia. Sa, nuk e di, 10.000, 20.000 euro. Ja jep, mirë po, nuk i vjen. Thot, a di shka, thot, unë jam shumë i dopt. Shko të një magjistar tjetër është më i fort. Shkon të një magjistari tjetër, thot, a di shka, thot, unë jam shumë i dopt. Shko të një magjistar në Maroko e qëjnë. Maroko, ka sihr të madhë atje. E qëjnë të një magjistar. Shkon atje, ja lip edhe një shumis të pareve, i thot, tu këthiti me aeroplan të shpia, ki me pa nusën të shpia jote. Kur këthit ki me aeroplan, hin mrejna në shpi, she nusja nuk o kërkundi. Në telefon, thot, qka u bo, a di qka djartat. Hajde meri parët, se këtë pun haroje. Pse?
Ka thonë, a i ki pato yjet nalt në qiell, po, a mundesh mi kap me dorë? Ka thonë, jo, çaq mundesh me marrat. Ka thonë, po pse? Ka thonë se janë familje çaq të udhëzuar, 5 kohë namaz falin. Janë me abdes, çdo kush i familjes e lexon për çdo natë në shtëpinë e vet surën Bekare. A çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ikra suratul Bekare. Lexojini surën Bekare. Fa in akhdhuha baraka. Kush e lexon surën Bekare në shtëpi ka bereqet. Wa tarkuha hasra, ai që e lën nuk e lexon surën Bekare, ajo shtëpia nuk ka shtëpi e ndriçuar. Ajo shtëpi është e thatë. Ai shtëpi domethënë është ashtu. Walan tastati al batala, dhe nuk kanë mundësi domethënë çka sejrbazat magjistrat me dominun atë shtëpi. E vërtetë o thotë se kur i kimi çut xhint atje që mi bë siher asoj çikës, thot nuk kemi mujt me hin muhallën e saj, jo në shtëpinë e saj, thot na u duke këtë zjarr ku më çut disa grupe të xhinve, jo ndjeksën kanë mujt me hin domethënë në ta. Pse? Domethënë mbroje. Ajo çka dashën me kallzun këtë ligjërat ose prej mëkateve të mëdha është sihri, i cili është shumë i madh, i cili është rrezik i madh është për mëkateve të mëdha, që njeriu nëse shkon te sejrbaza është në rrezik me i dal imani, ai që punon me sihr është kafir, edhe ai në sheriat vrahet. Për ata është një prej mëkateve shumë të mëdha, e mbrojtja e saj është që besimtari të jetë me dhikr, me, domethënë, t'i bën duat e sabajt edhe të mbrëmjes. Tjetra është që njeriu t'i fal 5 kohët e namazit, e 5 kohët e namazit janë që e mbrojnë besimtarin shumë. E në gjinin femërore është që përveç namazit jenë mbulume, sa ata pa mbulesë nuk mund ta falin namazin, edhe njëna prej gjonave që e mbron shumë që mos sulmon është një edhe mbulesa, për shkak se kur shohin ata që janë pa mbulesë dhe ka domethënë supozim të trupit, atër malet e kanë domethënë me depërtue. Tjetra është domethënë siç e tham surja Bekare, e ata që martohen është edhe prej hadithit që me i hangër 7 hurma axhua, ka thonë pejgamberi kush i ha në ditë 7 hurma axhua, është që e mbrojnë prej sihrit atë ditë. Po ashtu sadakaja është e cila e mbron, do të thotë besimtarin, dhe namazi i natës, duaja në pjesën e tretë natës, e cila është një kohë që Allah azza wa jall zbret dhe i pranon lutjet e atyre të cilët lutën. E lutim Allahun azza wa jall që Allah subhanahu wa taala të na mbron nga maxhia, nga sehri, nga magjistarët, nga çdo sherr i tyre, nga çdo kurth i tyre, na bën besimtar të devotshëm, të drejtë, që të kemi shpërblimin tek Allahu azza wa jall deri në takime të tjera. Allahu ju shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.